me Rusin tani, po e di që SBA nuk është Këshilli i Evropës, faleminderit për këtë. Po ka ndikim. Po, ka lujt rol, e vërtet është. Po SBA me Rusin nuk është në raportet njëjta siç ka qenë më herët tani. Sakt. Po prandaj po them tani Matoshi prandaj po insiston. Po dhe Rusia s'është më me kushtrim. Urdhro. As Rusia nuk është më siç ka qenë. BRICS-i kur është pavarësu Kosova, edhe kur na ka ndihmuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, s'ka ekzistu. BRICS-i janë 5 shtetet të cilat nuk e njohin edhe punojnë kundër Kosovës. Tani, janë shumë të forta, edhe tash këtë Amerikë, këto Shtetet Bashkuara të Amerikës, këtu mrin forca e ndihmesës vendit që kanë po vetë. Lutëm, kushtrim, sa e se përfundat. Le ta përmbyllë vetëm pak, mos t'i ndërhyj. Mandena, Matoshi për përgënjeshtron njëri ndër njerëzit kryesor departamentit shtetit, nuk e di a është ende, po supozoj që është ende edhe pse James O'Brien që e ke pas qëtu një intervistë, nuk është më. A i thot që ne kemi cakrime me qeverinë e Kosovës, po thot kjo është normale mes meqësh. Jo ka ndruar, nuk është më O'Brien. Dhe e katërta për ju nga rëndësia, investimet e jashtme, që te përgënjeshtrove vetën. Investimet jashtme nuk ka në Kosovë. Ka, po jo që kishim pas qef na, përkundër që numrat po rritën, nuk i di sakt më në sa që blen diaspora jonë, shkojnë tutje. Që ka lidhe ajo, a di shta zingjiri ekonomisë është aty? Jo, s'ka investime tuja direkte. Ka, edhe ajo është investim. Kush ka investu 500 milion Kosovë? Me ble banesën, investim është. O investimi junë, ajo investimi shqiptarë. Ju mërë ajo qytetari huj, që ka lidhe që shqiptarë. A ti vjen parë të jashtë. Shqiptari huj. Ekonomistët ato e njënë si investimi jashtë, Matoshi. Po nuk është investimi industri. Po, ajo është plët zingjirë të ekonomisë ishten në funksion. Ndërtimtaria, plët. Ti po thu, arsyeja pse s'kemi investimet jashtë, nëse ministri mbrojtjes ose kryeministri po dalin po folin për luftë. Edhe presidenti. Po çfarë lufte ja Kosova veni sigurt, ku NATO ja më sigurt se Gjermania. Më sigurt se Gjermania. Po pajtohena. Matoshi po pajtohena me ty. Arsyeja pse s'kemi, kemi probleme luftë, që to zbjegom aty. Po gabojnë që pëthojnë. Po që tonë edhe Po Serbia për përmenë, vazhdimisht. Si do që tjetë, Matoshi, na kemi probleme fuqit kualifikuar. Kemi problem që jemi shtet i vogël. Që kemi probleme sundim të ligjit. Që është problemi pse kemi munges të investimeve, për kundër që ka pas rritje dramatike të investimeve. Jeni duke zgjatë shumë. Jo, ma shumë se Matoshi. Jo, ma shumë 3.